Unë tash, shqyqoni, nuk jam djerë mirë kur zotri Taravari ka kritikuar funksionarët e koalicionit Vlen dhe ka, do kësha thonë, bivlerësuar funksionarët e tij dhe po aq keq jam djerë kur ditën e nesërme doli situata me një funksionar të tij dhe u burgos për korrupsion. Pra, në këtë rast, këtë distancim i zotit Taravari nga koalicioni Vlen, i bëri mirë koalicionit Vlen, sepse ju e keni përcjell në opinion. Shumë pak u fol që është burgosur një funksionar i koalicionit Vlen. Pra, gjithandej u apostrofua si funksionari i Aleancës për Shqiptarët dhe prandaj ne duhet ta dimë që nëse jemi në një martesë, nëse jemi në një familje, ne i ndajmë të mirat dhe të këqijat bashkë. Nuk mundet të ndajmë të mirat e atij koalicioni, këtë rast apo asaj familje, dhe të këqijat t'i lëm për anëtarët tjerë të koalicionit.